E di këm kujtoj Florenca Qpar? Kë? Sali Berishën. Përse? Pse? I love you të ga i? Pse? Ja, mos e vene... Mos e ka Rita mi se na i këshia byrekut, po Rita mi, na i këshia byrekut. Me gjitha ta I love you që ta shkru. Unë të krasosh I love you me this is a freedom. This is the miracle of freedom. Rikëtende në ju. Digjo tani. Pse nuk tingëllon më bukur të I love you Kosova se sa të dua Kosova? Gorda për e thot. E di pse? E di tingëllon më bukur se. E lidh me njohjen e Kosovës. Për mua tingëllon më bukur se në çdo gjuhë tjetër të botës. Mirë, të du Kosovë, po. Të du Kosovë Po të dua Kosovë. Syri, po. Florenca është në mision. Florenca është në mision. E qartë. I love you. Është deleguar nga Amerika pra? Kosova, sepse flet për njohjen e Kosovës. Digjo, mua më lejohet ta them këtë gjë, kështu si e dua unë, edhe si e them unë, sepse por nuk di anglisht, më vlla, ju shisni me se di anglisht. Vetëm për sinqeritetin 10 pikë për që ka të duar në anglisht, edhe 10 pikë për çdo fjalë anglisht të Florenca do thotë deri në fund sezonit se I meriton. Se është shumë sfidë e jashtëzakonshme të mësosh një gjuhë huaj në brezin e prindërve tan edhe në brezin e Florencës. Po vetëm një gjë, 3 muaj të qëndroj në Amerikë, unë e thava. E qati, e bën water. Po. Shemi ne. Flasim kështu nëse kemi telefonin në duar që ku linte në Florencë. Ta kishe pratur të telefonin në duar që ku linte, Brezi jonë, sonë italishten për bukuri. Pa hajnë në që italisht. Non voglio adesso perché faccio questo byrek, nuk e di si thon byrek. Nuk ka për këtë byrek. Nuk ka. Keni gjë për të shtuar si publik asnjë fjalë. Si ne për tekst jeni. Kështu që ju keni mësuar anglisht sepse jeni brezi, që në klas parë keni mësuar, ne mësuam rusisht, na vun të mësojmë rusisht. Arash naja piroshkë, gatovi maja mama. Opa! Ana, shumë!